studentat, në rastet kur bëjnë parti, kur kanë organizime të ndryshme, çfarë duhet të kenë kujdes ata? Është ndryshe ku kam qenë unë student para 10 vjetëve, 15 vjetëve, është ndryshe të jesh student sot. Çfarë duhet të them këtë? Trysnia që kanë studentat sot, ti mund thush të mirat i kanë shumë më mirë se unë, mundësit i kanë shumë më të mira se unë, anën financiare kanë shumë më të mirë se unë, por trysnia rrjeteve sociale, siç janë Facebooku, Instagrami, Snapchati, TikToku, për të bërë pjesë të trendeve caktume në kohë caktume, kanë shtyrë në disa sjellje dhe në disa nivele të papame dhe shumë të rrezikshme, për sa i përket eksperimentit me drograt, eksperimentit me gjëra të rrezikshme për trupin e tyre, dhe duhet ju them që mos bini prej e këtyne trendeve për të dukur sa më cool ose për të dukur in, që rrethi shoqëror juaj t'ju pranoj ashtu si qeni. Nëse ata nuk ju pranojnë, vazhdoni duhet ndroni në rreth shoqëror, gjeni rreth shoqëror tjetër. Sepse tash Zorgania është studentët nuk bëjnë party siç kemi bërë ne përpara dikur. Tash çdo gjë rrjete sociale. Nuk mblidhen fizikisht bashkë, bëjnë party në rrjete sociale. Është një fenomen tjetër. Komuniteti shqiptar dihet që është një komunitet emigruar kryesisht shumica mbas viteve 90, kanë ardhur në moshë me mangësi në gjuhë, po mangësi edhe në njohjen e ligjeve. Çfarë do të kenë parasysh persona që kanë këto të meta, ose do thosha kanë këto mangësi në jetën e tyre? Si e rekomandon ti kur ata bien ndesh me një ligjin, ose kur bien ndesh edhe nuk e din, por janë para prokurorit, para policisë, para gjykatës, si do të veprojnë? E para, nga ana ligjore, e para është gjuha. Nëse keni probleme me gjuhën, shqiptarët kanë një tendencë që thonë po për çdo gjë. Keq mirë është po, yes. Asnjëherë mos thuaj yes. Kuptoje çfarë po të pyetet. Nëse nuk e kuptoni çfarë pyetet, kërkoni asistencë për sa i përket përkthimit. Çdo gjykat, çdo proces penal me ligj e kërkon që personi që është në proces penal të jetë i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm për çfarë po ndodh gjatë seancës gjyqësore. Që do të thotë, nëse një person që vjen dhe ka mungesë të gjuhës angleze, nuk flet anglisht, seanca gjyqësore nuk mund të zhvillohet pa praninë e një përkthyesit. E para. E dyta është e drejta e një avokati. Avokatin ka dy forma. Avokatin mund ta gjeni privatisht, nëse ju lejon mundësia ekonomike, dhe nëse nuk i lejon mundësia ekonomike, mund të kërkoni një avokat që e përcakton gjykata. Që në raste shumë të mira nuk janë avokatër jo cilësor, janë avokatër cilësor dhe ato merren me përditshmëri me ato lloj gjëra domethënë. Dhe asnjëherë mos tentoni që të mbyllni gjërat sa më shpejt, sepse nuk doni që ta marrë vesh njëri. Sepse çfarë mund ndodh është ka raste që individ caktuar kanë thënë kanë bërë një vepër të vogël penale dhe kanë thënë që se nuk ka rëndësi, dhe mas 5 vjetëve, mas 7 vjetëve, mas 10 vjetëve kur kanë aplikuar për procesin e naturalizimit, nuk kanë arritur që të bëhen qytetar amerikan për shkak të këtij veprës penale që kanë pranuar, por nuk kanë qenë dieni që si rezultati i pranimit të atij fajt mund të ndikojnë negativisht në procesin e naturalizimit. Prandaj është kërkoni ndihmë dhe mos thoni po kot. Nëse nuk e dini se çfarë po ndodh, puna e gjyqtarit, puna e avokatit, puna e prokurorit është që t'ju sqarojë juaj në detaj për sa i përket procesit kriminal që jeni të përfshirë. Prokuror, a kanë sistemi i drejtësisë dhe prokuroria ndonjë program veçantë për viktimat? Po, siç e përmenda më sipër, ne kemi çdo prokurori ka një seksion që quhet Në fakt dhe cilat janë viktima, për cilat raste bëhet fjalë? Po, kryesisht viktimat e dhunës familje, viktimat të përshën një personi që ka vdekur si rezultat një krimi, ne suportojmë familjarët e tyre. Ne kemi një seksion që quhet Victim Services, që merret që i mban të informuar gjatë procesit gjyqësor viktimat, që i merr në telefon, që i thot çfarë keni nevojë, dhe shteti Michiganit ka program të caktuar që i suporton viktimat për sa i përket për shembull nëse ka pas dëme financiare për një krim dhe i panderu i nuk është një të paguaj, shteti mundohet që të japi subvencione
që të mbuloj disa nga këto kostot që mund të kenë ardhur si rrethojë një krimi të caktuar. Ideja është që ne t'i mbajmë njerëzit të informuar gjatë procesit penal, që t'i mbajmë të edukuar, që ato kur merren vendime për sa i përket negociatave që mund të ketë nëpërmjet prokurorisë të palës mbrojtëse, prokuroria konsultohet me viktimat dhe nëse ato janë rahat ose ndjen komod me vendimet që prokurori po merr lidhe me çështjen që ato janë përfshirë. Dhe pastaj ideja është që ato të jenë të sigurt dhe të vazhdojnë që të ecin me jetën e tyre përpara, por dhe viktimat percepcioni është që ta kenë ditën e tyre në gjykat, që do të thotë që edhe zëri i tyre të ndihet. Dhe për çdo çështje penale, çdo viktimë e një krimi ka të drejtë ditën e dënimit të panderit që të vijë dhe të bëjë një impact statement, që quhet një shprehje domethënë të atyre që ato ndjejnë ose çfarë kanë përjetuar si rezultat i këtij krimit përpara gjyqtarit, përpara të panderit dhe përpara prokurorit. Dhe ne gjithmonë informojmë viktimat për këtë drejtë që kanë ato, sepse është drejt me ligj, është drejt ligjore. Prokuror, juve i njihni mirë komunitetin shqiptar, kemi 5 institucione fetare, shumë organizata, shoqëri të ndryshme që janë bashkuar dhe janë shumë jetë gjatë, janë të suksesshme. A kanë këto një program dhe a duhet kenë, nëse nuk e kanë, një program për të ndihmuar që njerëzit që janë me këto fenomene që ne folëm bashkë të shërohen, pra të kemi një komunitet të shëndetshëm, sa influencojnë këto organizime. Edhe me eksperjenca e komunitetit amerikan, si ndodh fakt me këtë fushë. Unë duhet i përshëndes gjitha komunitetet fetare që kemi këtu, jemi me fat që në Shtetin Michigan kemi të 5 komunitetet fetare që janë këtu, duke përfshirë xhamin, 2 kishat katolike, kishën ortodokse dhe 800 bektashiane. Unë i kam gjithë liderit, i kam shumë miq gjithë dhe janë shumë njerëz të nderuar të respektuar. Para 2 vjetëve kemi bërë një bisedë në disa prej këtyre qendrave, për sa i përket shtetit mendor. Nuk besoj që kanë programe konkrete, por sepse duhet të kesh parasysh diçka që ato janë gjithë lider shpirtëror dhe kryesisht siç është konfidenciale biseda që unë bëj për shembull me një klient si avokat, dhe biseda që ato bëjnë me njerëz caktuar që kanë hallë dhe probleme të tilla janë konfidenciale, dhe nuk është se janë nxjerrin shpallin tallallin që fola me filanin dhe më tha kështu. Se është një thik me 2 presa domon, por që definitivisht që unë kam biseduar disa herë dhe me liderit fetar është që specifikisht për çështjen e shtetit mendor, që ta trajtojnë si temë gjatë predikimit tyre dhe di që e kanë bërë, jo se u kam thënë unë, por e kanë bërë sepse edhe ato ndajnë të njëjtin shqetësim që është një fenomen që është aktual, është prezent dhe që po afekton gjithë komunitetin tonë pa dallim fejet kur vjen puna te shteti mendor. Dhe e kam biseduar disa herë dhe besoj që njerëzit tash kanë filluar që të jenë çik më të chiltër, më të hapun, domethënë nuk është se është ajo tabuja që mos fol për shtetin mendor, se është problem. Edhe mendoj që pak nga pak gjithë ne edhe nga kjo bisedë, edhe nga ta normalizojmë këtë bisedë domethënë në jetën e përditshme, besoj që do ketë një efekt pozitiv. Prokuror, kishit një mesazh për komunitetin shqiptar, veçanërisht për ta persona që kanë pasur këto fenomene dhe për personat e shëndetshëm që të mos prekim nga këto smundje, do thosha të shoqërisë sot me këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E veçanërisht për komunitetin tonë. Shiko, personat që kanë probleme shtetit mendor janë personat normal si gjithë një tjerë. Nuk janë anormal ose abnormal ose nuk duhet përdor një epitet që nuk duhet përdor, por ju jeni njerëz si gjithë tjerët, askush nuk është perfekt, askush nuk ka një jetë perfekte nga që proklamohet në mjetet sociale nga trit sot. Gjithë kemi halle, gjithë kemi probleme, dikush ka një hall më të madh, dikush një hall më të vogël, por ju duhet jeni krenar për veten, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, pavarësisht se çfarë problemesh, qoftë penale, qoftë personale keni, kërkoni ndihmë, vazhdoni merrni ndihmën që ndoshta po merrni dhe nëse nuk po merrni ndihmë, kërkoni ndihmë, sepse ka agjenci, ka njerëz që duan t'ju ndihmojnë, dhe nuk është thënë që ju tash do jetoni si Delia Azez
me skopes për gjithë jetën. Kërkoni ndihmë, flisni për historitë tuaj, e di që nuk është e lehtë, ndajeni me miqt, me familjarët, sepse duke e ndarë atë eksperiencë, ndoshta ju mund shpëtoni një jetë dhe mund ndihmoni që një person që është afër asaj që keni bërë ju, mund duke bërë një gjë, që thot prit një sekond sepse unë po mësoj nga eksperienca e filanit. Për sa i përket personave që janë shëndetshëm dhe nuk kanë probleme, do i thuaj që mos i paragjikoni njerëz që kanë probleme të tilla. Është shumë kollaj me i paragjiku njerëz. Është shumë kollaj me nejnë nga kauçi jot, nga divani dhe me bën një koment në mediat sociale. Jeni pozitiv, shtyni njerëzit që më bën mirë, bani mirë dhe gjeni mirë dhe ndihmoni njerëz që kanë nevojë. Është një gjë që Nën Tereza na ka thënë që ban mirë, se gjen mirë. Me dashuri, bëj pak me dashuri të madhe. Me pak dashuri. Të falenderoj shumë. Kishe diçka tjetër? Jo, faleminderit për ftesën që gjithmonë është në sit jem pjesë e televizionit shqiptar të Amerikës. Ju vazhdoni punën që paloshme që keni bërë të 25 vjet. Ju uroj shumë sukses dhe shpresoj të shihim mas 25 vjet për prapë. Unë dua t'ju falenderoj personalisht, do të falenderoj të dërgoj një mesazh familjes tuaj që ju ka arritur edukuar në këtë formë, nderoni familjen, por edhe ne si komunitet. Edhe i falenderoj shumë ata, edhe shembullin e prindërve tu ta ndjekin gjithë familjarët e tjerë të suportojnë për fëmijët e tyre. E të falenderoj për kohën që ishe me komunitetin shqiptar, e du të bëj një falënderim veçantë, pasi ju vazhdimisht keni qenë prezent në aktivitetet e komunitetit, dhe vërtet është një vlerë e shtuar kjo për juve, dhe me shpresë që të takojmë përsëri në një bisedë tjetër, deri atëherë mirupafshim. Të falenderoj.